Aktori Gaspaja ka reaguar për përfoljen e emrit të tij lidhur me kontrollet e SPAK në Tiranë. Ai ka publikuar në rrjetet sociale për gënjeshtrimin e Ervin Karamuços, i cili u bë edhe shkak i aludimeve me deklaratat e tij lidhur me emrin e aktorit. Karamuço në sqarimin e tij ka mohuar që të ketë përmendur emra konkret, por nga ana tjetër thotë se informacionin që ka dhënë publikisht e ka mësuar nga një gazetar. Reagimi i Ervin Karamuços lidhur me lajmin e dieshëm për kontrollet të BKH në një shtëpi në Kodrën e Diellit, Tiranë, megjithse i jam referuar një informacioni që erdhi në studio nga gazetar të terrenit, në asnjë rast nuk kam përmendur emra konkret, qoftë si pronar apo qiramarrës. Çdo përpjekje për të vënë në gojën time emra aktorësh është keqadashse dhe jo etike. Nuk isha në plan të sqaroja publikun për gënjeshtrat që hidhen në treg, por meqense i nderuari zoti Karamuço bëri të vetën, po bëj edhe unë timen, ka reaguar aktori. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.